një intervistë ekskluzive për Mediumin Stod, poeti dhe studiosi i njohur i letërsisë shqipe Xhevat Sylla diskuton për zhvillimin dhe gjendjen aktuale të letërsisë shqipe për fëmijë në ditët e sotme. Ne kemi një fazë tjetër të zhvillimit tani. Ne kishim brezin e parë të shkrimtarëve i cili lindi me njerë pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Aty diku janë edhe fillimet e atij brezi edhe në Shqipëri edhe në gjitha trevat shqiptare. Ai brezi i parë vazhdonte atë që kishin bërë rilindësit tanë, atë që kishë bërë letërsia për fëmijë kudo në botë, me qenë se një rreth i njerëzve kishte arrit njihet në ato vlera, dhe natyrisht e krijoi një farë baze për paraqitjen e një brezi të dytë të shkrimtarëve, një brezi shumë më të madh në numër, shumë më të përkushtuar krijimtarisë letrare për fëmijë. Një brez nga i cili ne sot kemi profile të veçanta shkrimtarësh të cilët e kanë barën e zhvillimit letërsisë për fëmijë në përgjithësi në Kosovë, Shqipëri, në gjitha trojet shqiptare. Dhe mund të them se patëm fatin e keq që jeta e ka edhe lindjen edhe vdekjen, natyrisht edhe me një numër i madh i shkrimtarëve të këtij brezi të na ikë, të na shkojë në amshim. Dhe letërsia për fëmijë natyrisht ngel të vazhdoj. Natyrisht ne kemi këtë probleme e jetojmë edhe në këtë organizimin tonë. Në organizatën jo qeveritare, Karmani i shkrimtarëve për fëmijë Akindeva. Ndryshe kishim situatën kur në radhët tona kishim disa shkrimtarë që ishin vërtet, që shquheshin me krijimtarinë e tyre, që kishin shumë libra, që kishin një autoritet. Ndryshe jemi tash pa ta. Por një mirë është që të gjitha ata kanë lënë librat e tyre, edhe ne përpiqemi që kudo t'jemi në një mënyrë edhe me ta, për shkak se bartim kujtimet e tyre, bartim fjalët e tyre, bartim veprat e tyre, të cilat janë shumë të rëndësishme. Të mos them vetëm i bartim, po është më e rëndësishme ajo se ne i gjejmë krijimet e tyre nëpër shkolla, i gjejmë tek nxënësit ku shkojmë, të cilët neve shpesh herë na befasojnë, duke i lexuar krijimet e shkrimtarëve të cilët i kanë adhuruar, krijimet të cilat ju kanë pëlqyer, disa nga të cilat i kanë mësuar dhe përmendsh, edhe natyrisht na befasojnë shpesh edhe me përgatitje të veçanta për ndonjëherë për shkrimtarëve në jubile të ndryshme të vdekjes apo të lindjes së tyre, gjë që vërtet na bën me shpresu se ne edhe letërsinë, edhe leximin e librit do ta kemi edhe me tutje të zhvilluar, edhe do të zhvillohet. Përpiqemi ndikojmë sa mundemi në nxitjen e krijimtarisë letrare të vegjëlve, të fëmijëve, të atyre që e ndjejnë nevojën të shprehen si letrar, qoftë me ndonjë poezi, qoftë me ndonjë tregim apo me ndonjë krijim tjetër. Dhe mendoj se vizitat, takimet, bisedat me ta kanë rëndësinë e vet. Bile ato kanë bërë që Karmani i shkrimtarëve për fëmijë, si një organizim i gjithë shkrimtarëve për fëmijë tek ne, të jetoj kaq gjatë, të mbush 26 vjet si vjet, edhe të mendojmë që edhe matutje të vazhdojmë veprimtarinë me të. Madje ka kërkesa edhe ide që
ky organizim i ynë të ngritet edhe në shkallë kombëtare. Ne kemi dalë në disa shkolla të qyteteve që kemi afër Kosovës, që në Shqipëri, janë Tropoj, janë Bajramçur, janë Krum, por ka kërkesa që të mërrim edhe në qytete e fshatet e tjera të Shqipërisë. Kemi qenë të to, po mendojmë të shkojmë edhe me gjarë, kemi edhe në për qytetet në Maqedoni. Kemi qenë disa herë, po s'mund të them shumë herë, edhe në Kosovën lindore, në Prishtinë, Bujanoc, në shkollat e tyre, e mendoj se duhet edhe atje t'jemi, edhe bashkë me krijuesit që janë e krijojnë atje. Sepse ne nuk jemi ndonjë hapësirë e madhe, as territoriale, që të mos mërrim kudo. Por, natyrisht, këto ide të mira, këto mendoj se përveç që duhet përkrahen nga ne shkrimtarët, nga shkollat, duhet përkrahen edhe nga institucionet tona të kulturës, të arsimit, të cilat kanë nevojë të na përkrahen më shumë, edhe të na nxisin që të vazhdojmë këtë veprimtari e cila vërtet është me efekte të jashtëzakonshme tek fëmijët para së gjitha.